dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi shumë kohë për bërë video dhe më në fund kemi udhëtim. Tani nuk do filloj t'ju them arsyet pse nuk kam bërë kaq kohë video, por rëndësi ka që kemi më në fund video. Një përshëndetje do thoni këtu. Përshëndetje. Një përshëndetje, janë të lodhur nga udhëtimi. Atëherë, ne tani jemi në Stamboll, sapo kemi arritur, kemi tranzit këtu dhe do shkojmë në një vend, do të them për pak. Yes. Përshëndetje Angels! Dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Sapo arritëm. E gjete? Sapo arritëm në Bali. Agile. A thuna kanë ardhur me lule, me na marr? Lexojini emrat. E gjete? Po, ky është tu. Sa përdi dhe shoferi që na mori. Ishin shumë mirë tani. Është shumë vap. Erdhëm në Bali përsëri. Say hi. Say hi. Come. Nicholas, come. What? You make video? Slow and I think that no problem. Welcome, drink water. Hello. Thank you so much. Thank you. Atëherë ne sapo arritëm. Rrugë gjatë, jemi shumë të lodhur. Tani nuk po filloj të justifikojmë përse s'kam bërë kaq kohë video. Kemi shumë kohë pa bërë video, e di kam bërë shumë mungesa. Do të futesh prit një sekondë sa gjej rrobat. Por rëndësi ka që po vazhdojmë me video të reja dhe me një vazhdim shumë të bukur këtu. Dëgjojmë, si çfarë po them? Me kyç këndër, me kyç. Po kyçe. Edhe filluam përsëri pra YouTube-in me një udhëtim shumë larg, por bani mend që ju thash ju që më ndiqni kohë dhe keni parë vlogun kur kemi ardhur për herë të parë në Bali para 2 viteve që thash që unë këtu duhet të rikthehem dhe ja, u riktheva bashkë me fëmijët, jemi të 4 të rrap, doja që më patjetër ta përjetonin këtë eksperiencë dhe fëmijët sepse vërtet ja s'përvlen. Këtë radhë nuk jemi në hotel, jemi në Airbnb. Më vjen kështu tani keq se nuk arritja t'ju tregoj se është natë këtu. Më thënë këtu ora është 11 dhe në Shqipëri bie të jetë sa i bie të jetë 4 mbas ditës. Jemi 6 orë para këtu. T'ju bëj një home tour tani, se kështu mund ta themi, home tour, sepse siç ju thash këtë radhë jemi me Airbnb, nuk jemi në hotel, pra jemi në qetësinë tonë, kemi vilën tonë. Edhe të fillojmë t'ja u tregoj. Këtu është hyrja. Normal që doja t'rregoj edhe në mëngjes, se tani është errësirë dhe nuk duket shumë qartë. Këtu janë çantat tona. Këtu zjodhen direkt është një nga dhomat, dhoma e fëmijëve.
Më pëlqen shumë kjo pjesa këtu, do bëjmë foto shumë bukra. Këtu është dhoma tjetër, dhoma jon. Sekond ta hapim. Ja, kjo është dhoma. Këtu kemi një pasqyrë. Këtu kemi dollapin. Këtu është pjesa e tualetit. Më pëlqen jashtë mase gjithë dekori, çdo gjë shumë bukur. Dhe këtu kemi dusjerën, ka dhe këto shampot, kremi, balsami dhe këto. Dhe kemi pamje këti, nuk e di a del kund këtu. Po, del. Këtu del. Dhe ka dush tjetër dhe jashtë. Okej, e mbyllim. Ja, atje, se që bën Agilu atje? Që bën Agilu atje? Që bën? Hapet kjo? Prit, se është e kyçur ma. Prit! Sapet, nuk e hap dot. Nuk e hap dot. A kjo jo. Aj s'ka që se dal në ana tjetër. Shkojmë te salloni tani, një sekond shkojmë te salloni. Sa ki gratin këtu, po mill. Nuk është gratin. Nuk të bëjnë gjë, mos e ngasmos. Thoj buket gjafa gjele. Do një përshëndetje! Sigur me? Ju thash kjo pjesa është e preferuara. Eli ka frikë se është një greth ka frikë si futet e dhoma. Ua, sa bukur duket edhe këto. Edhe këtu qenë ka shumë bukur. Tani këtu është komplet pjesa e sallonit, e ndenjës, e kuzhinës. Këtu është kuzhina. Këtu është kuzhina. Këtu është pishina. Po. Që ka? I bajnë tjetër. Po, është dhe banja se më tha jo vajza. Hajde. Shofim këti. Kush ka vënë muzik? A kanë hap muzik. Dhe këtu është pjesa e ndenjës. Këtu është kuzhina që mund të gatuajmë, do ulim të ham mëngjesin, të ham drek darkë që duam. Do më thënë këtu mund të bësh dhe porosi. Dhe këtu pjesa tavolinës së ngrenjës dhe këtu si që shikoni, do bëj me pa tjetër se s'bën një home tour dhe në mëngjes sepse tani nuk është se duket shumë. Dhe jashtë është pishina që ka pamje të xhungla. Në xhungull. Ja. Unë sa po rregullova, sistemova gjitha rrobat sepse nuk dua që t'i kem për nesër, do më thënë t'i le rrumuj. Dhe bërë dhe një banjë, o Elies, fut më shkonjë. Fut më shkonjë, normal që kam bler ilaç për mushkonjat, normal. Edhe ne porositëm te McDonald's. Një sekund, porositëm te McDonald's. Ta vëm një sekund këtu, kështu. Sepse ora tani është 1:00 natës, 1:30. E forta e të ne jemi nisë në darkë tje. Edhe këtu është prapë darkë. Edhe më duket sikur 2 ditë veç darkë. Qa di? Qa moj? Eli klute, mos më të që ishte ajo që mendoj që ishte. He? Qa? Kam frikë vetëm për ato bubajka të merë që kam frikë. I morët? Po. Bravo! Të provojmë tani McDonald's nga Balia, se si mund të jeni. S'ka shumë drejt këtu, se si do bëjmë në video në darë këtu. Po, pa qëra e la pushanja vetë? E ova se më green, më grivën. Ja, nga në isaj. Ashmer, Coca-Cola. Një sekund. Tripodim të kem ku ta lekte. Me vrap, se mos më pickojnë më shkonjat. Asë qenë kemi vetëm nërë.
A mare doni, ka lënë derën e dhomës hapur dhe mund të futen më shkonja. Bravo, Daisy, bëj një shërë, komo serve. Uroj të më kenë pritur, më mos kenë filluar të hanë ata. Uroj. Kanë filluar usat poshtër, po që durohet prisni. Marrë kena dhe mish, kështë. Pse more dhe mish? Ha? More gabimisht apo? Gabimisht. Shore kështu gani sot. E si s'pam për sos. Shiko so salsa ke këtu e lis. Janë të pak e qarë. O? Shumë pikante. Ma shumë si. Të provoj, e një për që nga të vogla. Këmishja është mirë. Morëm chicken, crispy chicken, e të shkojmë tani dhe ta vlerësoj. Djekse. Sa djekse. Pa më thash është dujtëse. Pas majoneza zgjes mora. Patate? Qa? Që nga pikante shumë. Ma kili ke marrë 4 patate. I kanë bu gabimisht. 6. 6? Me në vëtë. I kanë bu gabimisht, bro. Jo, ma, pa disa janë kësaj. Vek. Janë kësaj vek. Ishte veta e, po pëse morën pra? E pava, bro. Ja, le magin në prosesi. Ishe me mu për bërës të ta. Gabimisht, a kilo kështë marrë dhe këto. Që janë kështu mish, edhe Kopsha. edhe kopsha. Nuk e qashtë. Të të flepin që. Të të? E mirë, haj. Shumë pikante. Më mirë ose. Të gjithë po flenë, të tre do më thënë të flenë. Ora është 3 natës dhe mua nuk më zëgjumë njerës. Plus që ato që hangra ishin aq djegse dhe nuk më pëlqyen fare. Në fillim, do shta edhe më kishte marrë ria, më duk sigur më pëlqeven, pastaj së pëlqyen fare, sidomos Coca-Cola ishte të merë. Po, nesi, s'ka gjë, tani unë këtu të shikoj, sepse këtu kemi dhe menun, ju thash që jem në Airbnb dhe duhet një ditë para nëse do që të konsumosh mëngjesin, të bësh porosi një ditë para dhe ne sapo erdhëm direkt bërëm porosi, na thanë se çfarë dëshironi për mëngjes, do të thënë mëngjes amerikan apo mëngjes balines dhe normal që kemi zgjedh mëngjes amerikan, sepse jemi sigur që, do të thënë për të tjerët jam sigur që kuzhina aziatike nuk e dojnë fare. Dhe pse është hera e tretë për mua që po vi në vend të Azisë, pa 2 herë në Bali dhe 1 në Tajland. Po në ditët në vazhdim me siguri ndoshta do provoj edhe kuzhinën balineze. Kam provuar, në fakt u isha para 2 viteve këtu. Këtu tani ka disa informacione përveç mëngjesit ose drekës ose darkës që mund të bësh porosi. Ka dhe për spa, ka për të bërë masazh, ka shumë gjëra domethënë që mund të shfrytëzosh këtu. Normal që çdo gjë është ekstra, çdo gjë është me pagesë, po gjithsesi çmimet në Bali nuk janë shumë të shtrenjta, kështu që disa gjëra vlen t'i bësh. Masazhi normal radhën e parë nuk arrita sepse ishin vetëm 5 ditë dhe ç'të bëjmë përpara nuk e sa arrita që t'i bëj. Këtu tregon vilën se si është, kur është ndërtuar dhe kështu duket vila, kështu do duket nesër domethënë. Dhe kur është bërë, më duket se është ndërtuar në 2022-shin, diçka e tillë. Më duket se po. Përveç kësaj që jemi në këtu, ka dhe janë domethënë disa të tjera akoma dhe secila ka emrin e vet. Vila që qëndrojmë ne quhet Paso. Kështu që mbani shënime, Villa Paso quhet këtu ku jemi ne. Edhe këtu tregon domethënë ushqimet që mund të bëjnë këtu mëngjesin dhe çmimet. Për shembull këtu thotë që
mëngjesi është në 7 deri në 10 mëngjesit që bëhet nga shefi I kuzhinës dhe kushton për person 160.000 që I bie 160.000 I bie diku te 7 euro, besoj personi, diçka e tillë. Po, ja, dhe paska këtu, American breakfast, paska fruta të freskëta, vezë, ëmbëlsirë, edhe duket se ka pije kështu. S'pas ka kafe. Po kafe ku? S'pas ka, po kafe. Coffee with fresh milk, paska dhe kafe super. Nese, në ditët në vazhdim mund bëjmë dhe vetë në një gjë, ose mund të dalim që të mëngjesim në vend tjetër, po nesër të qetësohemi, e jep dhe kohën të mirë, kështu që mbase që ndrojmë këtu nesër. Qa tjetër doja të shikoja këtu. Kemi porositur dhe transport për nesër. Do ja u them nesër më mirë se çfarë do bëjmë. Shohim mirë këto tjerat. Qa doja të thoja unë? Pse nuk ju bëra vlog në aeroport? Aty them pak a shumë, domethënë se ky vlog u hap direkt këtu dhe nuk ju kam shpjeguar shumë gjëra. U nisëm nga Rinasi dhe kishim tranzitin në Stamboll. Jemi me Turkish, kështu që është kompani, nuk është low cost dhe është shumë komode sa herët e tjera që kemi udhëtuar për shembull me Scoot kur ishim herën e fundit në Bali ose me Wizz kur kemi vajt në Tajland. Me Wizz kemi qenë çfarë kemi qenë nesër, nuk është si Ryanair, Wizz dhe këto Scoot, këto që janë kompani low cost. Paktën këtu nuk është se nuk ka fare dritë o njerëz, nuk ka fare dritë që të bëj vlog. Tu kem shumë herët, nesër do kemi vlog më të qartë. Dhe të paktën kishim televizor, kishim ushqim, kishim si të kalonim kohën, ushqim ke edhe në të tjera se mund të bësh porosi për atë punë, po të paktën kur ke televizor, të paktën mund të shikosh ndonjë film, mund të ka lojra aty të ndryshme që mund të bësh. Kalon ora, këngë, muzikë. Unë për shembull pash 2 filma shumë të bukur se kisha shumë kohë, duke qenë se s'kam fare kohë të lirshme për të parë filma nga puna dhe nga ngarkesa që kam. Të paktën në avion pash 2 filma shumë të bukur. Pash një film turk, më duket Leila e kishte emrin, shumë I bukur, dhe pash dhe një francez. Pash 2 filma dhe fillova dhe një tjetër që sapo e fillova arritëm, do ta shikoj në kthim. Kështu që të paktën kalon të ora më kollaj, sidomos në avionin e dytë ishim pothuajse 13 orë, te I pari ishim 1 orë e gjysmë, 2 orë, edhe nuk e ndjeva aq shumë rrugën sa herë të tjera. Që do të thoja, kur arritëm, si që kishim tranzitin në Stamboll, vajta bëra gafën njerëz. Ndaluam, aty kishte dyqane për të parë, aeroporti super I madh dhe super I bukur me lloj-lloj dyqanesh dhe u futëm. Unë në fakt kisha shumë kohë që kërkoja për syze, doja të blija syze. Dhe mora një palë syze të YSL-s shumë të bukura, doja të tregoj në videon e radhës. Edhe mora një palë me sandale këpuc, jo sandale shapka për atë punë, edhe u vonuam pak, por nuk është se u habitëm me këtone. Ne kishim parë te ekrani që gate-i nuk ishte dalë akoma, pra gate kur del, nuk ishte dalë, domethënë, nuk kishim informacion se te cil gate duhet të shkonim. Dhe kur del gate-i, të le pak hapësirë në momentin që del, domethënë të le pak kohë derisa ta gjesh, sepse është aeroport shumë I madh. Ku të na shkonte në mendje që në momentin që del gate-i duhet të shkosh me vrap ta gjesh direkt. Ne se thamë derisa të dali gate-i po shohim në nëpër dyqane. Mbarojmë neve, dalim nga dyqani dhe shikojmë neve gate-i që thoshte me të kuqe atje që janë thirrjet e fundit. Jo vrap o njerëz, jo vrap që kemi bërë, tham, do humbim avionin, do lem lam, do na ikin lekët tem, u stresuam, do një pari me vrap, unë brapa dhe fëmijët me vrap. Agilo me Eli tani kishin parë në ekran,
gate tjetër. Ne kishim parë gatein D13 për në Bali edhe me të shkronja të kuqe që duhet të nxitonim sepse ishin thirrjet e fundit. Kurse Angelo me Elin kishin parë tjetër gate, kishin parë gatein për në Bali dhe ata, por A1D. Unë me Donin me kokën tonë këm ngulnim ne, ku dini jo se ne gjëja kemi udhëtuar pak më shumë dhe i di më mirë, tha ne pam që është D13, kështu që hajde me vrap, ata thonë jo nuk është, nese me vrap ne shkojmë të D13, ishin të gjithë që kishin ikur dhe tham të paktën urojt na lejnë të futemi, na lanë që të shkonim, vetëm kur i tregojmë në biletat thonë nuk jeni te ky gate, jeni me avion tjetër, jeni në gate tjetër, do të shkoni te Aja dhe Aja është në fund, do hypni lart, do ecni është larg. O njerëz, jo stres. Angelo duke bërtitur atje thoshte, ju thash, nuk më dëgjoni, e shikoni, edhe prap ikëm me vrap te gate tjetër. Na doli gjua, na doli shpirti, kemi hec, nuk e di sa ku kisha pa ikur aq vrap. Dhe e gjetëm, u lodhë. Angela! Angela! Sa më katra. Ose sa më katra, për se flitë të mras, sa më katra. Një shme, do të përzot një shme. La zemra, me të sa më tre. Ose të ma sa më katra, sa më dride, ma ku... Nuk të pash për zotin e të sa më katra. Nese, edhe ka që edhe gjetëm gatein, të është ta mysë, është ta nisur, mendova se po flinte. Dhe me stres, po pak të marritëm. Nuk është ishin futur gjithë njerëzit. Ti pse s'flen? A unë nise për të fjetë? Nuk më flehet. Nuk më flijet, thëmë, jo nuk më flehet. Edhe ka ishtë njerëz. Tani e dini që të bëj unë, tani unë duhet të fle dhe ne do shihemi në videon e radhës. Ju mos harroni të bëni like, subscribe, kjo është një video e vogël, e shkurtër sepse vetëm ju tregova pak vendin ku erdhëm, udhëtimi dhe gjitha tjera, do kemi video pafund këto ditë besoj në Bali, kështu që mos harroni të bëni subscribe, ju kërkoj ndjesë se nuk kam qenë aktive, por ju jap fjalën që këto kohë tani do jem aktive. Bëni like, subscribe, se s'bën subscribe, komentoni çfarë doni të shikoni. Dhe unë tani do shkoj të mysa Angelon. Dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Pashim Angels! Pashim.